Një pyetje tek kjo pjesë dhe pastaj do të kalojmë tek fotografitë që do t'i spjegojmë për shikuesit, edhe morbuskron edhe ulçerat të cilat i spjeguam deri tash. A kanë shërim, a trajtohen gjatë, a janë sëmundjet pastaj shndrohen në kronike? Kanë shërim, me rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për këtë sëmundje, por edhe për shumë sëmundje tjera, është që pacientët mos të vonohen. Për arsye se kur sëmundja e merr ata të hovin e vetë malë, edhe gjanat janë me vështirësi me ndalë, megjithëse ekzistojnë disa rendet e terapisë. Sa i përket trajtimit, trajtimi bëhet zakonisht sa i përket domethënë fillimit. Te koliti ulceroze kemi aminosalicilatet, të cilët mund të kombinohen me kortikosteroid, domethënë për qetësimin e inflamacionit, të cilët veprojnë si antiinflamator, antiflogjistik, antiedematoz edhe imunosupresiv. Domethënë edhe kjo është ai aspekti i kortikosteroidëve se pse përdoren, për arsye se neve na duhet edhe një imunosupresion më bë. Pse? E tham në fillim se organizmi tash ka kriju antitrupa kundër mukozës vetë. Mukozës e cila fillimisht ka qenë e ndryshuar për shkak të një infeksioni paraprak që ka ekzistuar në zorë. Pas kësaj, rendi i dytë janë këto që i përmendëm së bashku me preparatet e azatioprinës, që është imorani, që është një citostatik dhe është një imunosupresiv dhe i cili ka efektin mjaft mirë sidomos në fazën e fistullave, që janë si komplikime. Mirë po, nëse me këto nuk mrihet, domethënë, ose për shkaqe të ndryshme pacienti në disa raste nuk ka pas kompliancë si duhet, nuk ka bashkëpunu si duhet, atëherë edhe aktiviteti i sëmundjes nuk është qetësu, po përkundrazi është egërsu edhe më tepër, kalojmë në terapinë në rendin e tretë të terapisë, që është terapia biologjike. Infliximabi, adalimumab, e tjerë, domethënë ka gjeneratat e ndryshme të cilat janë, domethënë të praktikisht është fundi i terapisë me barna, domethënë konservative, me barna, me infuzione gjitha ato, dhe pas kësaj, nëse gjendja nuk është përmirësuar, pacienti do të kalojë në intervenim kirurgjik. Ndërkaq tek kroni është pak sa një situatë pak më ndryshe. Tek kroni thuhet se terapia me aminosalicilate nuk është terapia e rendit të parë. Terapia e rendit të parë janë imunosupresiv të tipit të azatioprinës, imoranit, dhe pastaj si shtesë e kemi domethënë aminosalicilatet, siç është salofalku dhe preparate tjera të ngjashme. Edhe normalisht kortikosteroidët. Nëse edhe këtu nuk kemi efekte me këtu, atëherë prapë edhe këtu mund të kalojmë në shkallën tjetër me terapi biologjike, me cilën shumica e persona mrin një remision të mirë. Mirë po, drejtëm ju thonë, janë sëmundje kronike, për atë edhe quhen sëmundje inflamatore kronike, por din më shëru, por din edhe me recidivu. Prandaj këtu është ajo problematika se sot kërkush në botë nuk mundet me të garantu si mjek me thonë që ti u shërove prej kolitit ulceroz dhe s'ka më kolit ulceroz të ti. Domethënë ajo teori nuk ekziston për arsye se kur të plotësohen disa kushte, qoftë edhe aspekti stresit, të cilët përmendim gjithsesi, por edhe i mënyrës se të ushqyet edhe shumë gjëra, ndonjë infeksioni rekurrent zor mundet mu reaktivizu sëmundjen.